Mirëmbrëma Lipjan, mirëmbrëma mbështetje mbështetës të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lipjani e paska ndorë mendjen tashmë, Lipjani paska vendosur tashmë gjithçka. Lipjani sonte po flet ka qartë, fitore me 12 tetor. Knatësi e veçantë e krenarit jemi sonte këtu, në mesin tuaj mes mira mbështetësve që kushtrojnë fort, kushtrojnë me zemër, kushtrojnë për lidhjen demokratike të Kosovës, shpresën e parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. Ne jemi LDK, Lipjani është qyteti ynë, ky është tubimi ynë i fitores. Kështu ka qenë në 3 mandate, kështu do të mbetet sërish. Për 3 mandate me radhë, ky qytet dikur i harruar dhe pasdore u shndrua në një vatër të zhvillimit, të prosperimit, të mirëqenjes e të përmarimit. Për 3 mandate me radhë, Lipjani i njerëzve të mbarë e punëtor, u bë shtëpi e mbarë e qytetarëve të shumët që sot jetojnë këtu, punojnë këtu, rrisin familje këtu, e do të plakën një ditë këtu në Lipjan. Dhe në krye të një transformimi të tillë, në krye të një ndryshimi që shënon kohë e pokë, qëndron një njeri, një burr i punës, një burr i fjalës, një mek i së cilit në kryet Lipjanit sotëm qëndron një udhëheqës me vizion, qëndron kryetari juaj, kryetari jon, Imri Ahmeti. Tri mandate me radhë, Lipjani ka ecur përpara. 3 mandate me radhë, ky qytet është shndruar në model të qeverisjes lokale. 3 mandate me radhë kemi qenë krenar, sot vazhdojmë të jemi krenar. LDK Lipjanin e ka model të qeverisjes së mbarë. Siç është Lipjani, duhet ta bëjmë gjithë Kosovën, çdo komunë ku është LDK-ja. Dhe nëse dikush kërkon të shohë se çfarë do të thotë qeverisje e mirë, le të vinë Lipjan. Nëse dikush kërkon të shohë se si një komunë shndrohet nga një qytet periferik në qendër zhvillimit, le të vijë sërish në Lipjan. Nëse dikush do të shohë se si punohet, le të vijë në Lipjan. Sepse këtu në Lipjan janë ndërtuar shkolla moderne, janë ndërtuar rrugë të reja, janë ndërtuar qendra mjekësore, janë ndërtuar nënkalime, parkingje, janë ndërtuar sheshe, është investuar në infrastrukturë për secilin lagje dhe për secilin fshat. Prandaj, një duartërëkitje madhe dhe një falënderim për Imri Ahmetin për punët e mëdha të bëra në këtë qytet këtu. Lipjani sot është qytet i gjallë, ku qytet ku rinia sheh perspektivë, qytet ku bizneset kanë mundësi të rriten, qytet ku çdo familje ndjehet e përfaqësuar.
Për këtë arsye Lipiani shndruar në një histori suksesi që ka bërë jehon gjithandej në Kosovë. Prandaj Imre Ahmeti nuk është vetëm një kryetar i Lipianit, ai është një shembull i një udhëheqësi që punon çdo ditë, që e mban fjalën, që nuk i shmanget për vëgjësive, që ballafaqohet me sfidat dhe hallet dhe që i zgjidh ato me mençuri dhe me plot vendosmëri. Për tri mandate, ai ka u ditur të vesh me dignitet, me profesionalizëm dhe me transparencë. Imre Ahmeti nuk ka shkuar pas premtimeve të thata, ai ka sjell projekte konkrete. Nuk ka ndërtuar iluzione e ëndra, ka ndërtuar shkolla, qerdhe, qendra shëndetësore, sheshe, parkigje, kalime nëntoksore. Nuk ka bërë propagandë, ka bërë punë do të bëjë edhe 4 vite të ardhshme. Kur flasim për propagandë, nuk mund të mos i them disa fjalë edhe për garën që e kemi përballë. Këtë herë përballë lidhjes demokratike të Kosovës, përballë Imre Ahmetit, nuk kemi thjesht një kundërshtar, kemi dy, të dy janë bërë bashkë për një qëllim, për ta ndalur Imrin. Janë bërë bashkë ata që dikur kishin lënë këtë qytet në hije të lloçit e territ, e vetë krimit, i kemi parë, i njohë mirë, nuk kthehet Lipiani te tama. I kemi parë, i njohë mirë, Lipiani nuk kthehet në Krim, të dënuarit për Krim nuk janë ndryshim, të dënuarit për Krim nuk janë për përfaqësim, të dënuarit për Krim nuk kanë vend Lipian. Le t'i pensionojmë përfundimisht. Jam bërë bashkë dhe të tjerë turist që bien mend për Lipianin tuaj, vetëm për votë e vetëm për fushat. Ata kanë veç britma, kanë veç piskoma, kanë veç mlef e nervoz, kanë sharje e përsharje, prandaj ata s'përfasojnë asgjë. Turistët vinë e shkojnë si të tjerët për ati, këtu Lipian mbetet Imriu dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Por le ta din çdo kundërshtar, le ta kuptojnë qartë, kanë zgjedhur kundërshtar të gabuar përballë, kanë zgjedhur një Imre që ka popullin e Lipianit pas, dhe me 12 tetor, fitore, pa balotash, fitore rëndëpar. Fitore, asgjë më pak se fitore me 12 tetor, në raund të parë. Dhe Imre Ahmeti nuk është vetë,
Pas ti qëndron ekipi më i madh, më i mirë që ka lidhja demokratike. Lista e kandidatëve tonë për Asamblejë Komunale, listë fitores e 12 tetorit, juftoj për ne duhet rëkitit madhe për këta burra e gra që të të bëjnë garin e madhe. Në këtë moment e riftoj edhe njerë Imri Ahmetin që të bëj prezentimin e këtyre kandidatëve. Zoti e Bekof Lipjanin, shqipë fesën e së djeles në Lipjan. Ju faleminderit gjithëve. Faleminderit për këtë atmosferë, për këtë përkraje, për këtë mbështetje kaq madhështore për Lipjanin tonë. Vitet që po i dom pas janë vite të suksesit të përbashkët, janë vite të një zhvillimit të hënshëm, të një transformimit të dukshëm të qytetit tonë dhe të fshatrave tona. Janë ndërtuar rrugë, rrugica, trotore e ndriçim publik, fusha e salla sportive, stadione futbolli, janë renovuar shkolla dhe janë ndërtuar shkolla të reja, janë ndërtuar qerdhe, shtretër të lumeve, rrjete kanalizimi ujësjellësh. Kemi renovuar AMF-t dhe QMF-t në gjithë territorin e komunës e gjithashtu kemi ndërtuar parkingun nëntokësor, po vazhdoj me parkun e qytetit dhe me sheshin Lipjan. Është ndërtuar stadioni futbollit Lipjan, po ndërtohet qendra kryesore e mjekësisë familjare dhe shërbimi i urgjencës e po ndërtohet gjithashtu edhe shtëpia e re e kulturës në Lipjan. Faleminderit shumë. Gjatë këtyre viteve janë subvencionuar fermerët dhe ekonomitë familjare me mekanizëm të lehtë të rënd bujqësor, janë mbështetur studentët me bursa dhe janë ndihmuar familjet në nevojë. Kemi punuar pa dallim në familje, pa dallim në lagje, pa dallim në fshatra. Prandaj sot Lipjani është shembull i qeverisjes lokale i vlerësuar dhe i pranuar nga të gjithë. Sot Lipjani është qytet konkurrent i qytetet më në Kosovë. Sot Lipjani është qyteti më i mirë në Kosovë. Ne jemi sërish në garë për të vazhduar me punën. Ne jemi në garë me vizion, jo me arrogancë, jo me shpifje, por me projekte dhe me punë konkrete. Na presin shumë punë, prandaj bashkë me ju do të vazhdojmë me vendosshmëri për fundimin e të gjitha rrugicave në çdo fshat, rindërtimin e rrugëve siç është Jeta e Re Topliçan, Gracke Vjetër, Hallaçi i Madh Kraisht, Dobroja Modër, Dobroja e Vogël Medvec, rikonstruimin e rrugës Babush Gadime Olt Gadime Epërme, rrugë qendrore në Shalj, nga sheshi Rambuje deri tek rruga Kamaran Caradev, rruga Ribori Vogël, Ribori Madh, rruga Magure, Dobroja e Vogël, Rubovc, Lipjan. Në Slovi do të riasfaltohen rrugë qendrore, do të shndrohen në rrugë moderne. Do të riasfaltohet rruga Lipjan Konjë deri te rruga Magjistrale. Do të asfaltohet rruga Hallaçi i Madh, Hallaçi i Vogël, rruga Raci i Vjetër, Hallaçi i Vogël, rruga Teqe, Shushic, rruga Aklap, Vukoçinc, rruga Lugaxhi, Babush. E gjithashtu do të asfaltojmë edhe rrugicat në Plitkoviç, Peshter, Hanovc, Bukovic e të tjera.